Presim biletën të parë për në çemirëfinalen e UEFA Champions League. Gati çuna të buzëqeshur, të lumtur, opa. Paris Saint-Germain dhe Barcelona janë dy skuadrat e para që presin biletën për në gjysmëfinalet e UEFA Champions League. Ka qenë me të vërtetë një mbrëmje e madhe kjo e sotmja në Champions dhe ne jemi gati për analizën e plotë. Nisim njëherë së bashku, Hans. Është një ndeshje e ndërfundi që pak kush më kishte parashikuar të shkonte ashtu. Në Barcelonë që na befasoi unë vetë isha ai që kemi parashikuar diçka ndryshe si në Birmingham edhe në Dortmund, por në Barcelonë që u shfaq edhe të kënaqur, duke menduar ndoshta për gjysmëfinale shumë herë se sa duhej, por që isha vjetër mendoj se ka respektuar gjithë pjesëmëritë e duhura nëse përket atmosferës dhe gjithçka që urojmë futbollit. E vërtet. Çameti, si u ndave nga kjo mbrëmje? Unë mendoj që rezultatet tregojnë se sa shumë rëndësi duhet japësh në 180 minuta këtyre ndeshjeve, në rastin e Dortmundit. Dhe në Aston Villa mendoj që fitoi ekipi më i mirë dhe sa shumë rëndësi duhet japësh minutave të fundit të ndeshjes së parë që luajti në Paris Saint-Germain për atë golin e pësuar që ndoshta mund të evitohesh lishëm dhe sot mund të flisim ndryshe. E vërtet, duke sikur këtë ndeshje nuk ishte shumë mundësi. Megjithatë, ne do flasim në pjesën tjetër të emisionit, ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Mos e ndroni kanalin dhe kthehemi pas pak në trim. Gjo, e kap të pak atë të shtrymën, pak e më brava, ashtu të që është, për pak më brava. Edhe qikë. Bravo. Mirje. Super. Tu vem campeão, cara. Não foi jogando assim. Dia ka përmendur Madiani. Apo i shijoj. A ke përmendur sa ke përmendur? Ai rasti për gol, për sërita që do në fond e tani. Okej, do të thosh që bëhet holistike lojtare. Një sot që apo dy fatale është në ajër, është për se nuk shkoj, po e ka mirë. Absolut tash. Zot, ja, po i doan pas, ishte hasa dhe Këtuaj Suarez i morë duar, që është kohë në dorë. Iqen? Ta që nga bërë? Sot? Në shëra ka. Në ekipi këti, ja? Nuk e di që me ekipi janë, nuk e di që me ekipi janë. Bravo. Jo.